Gazetarja Klodiana Lala ka dhënë më shumë detaje nga hetimet e spakut ndaj njerëzve të Partisë Social-Demokrate në kuadër të krimeve zgjedhore. Ajo thotë se është sekuestruar telefoni i shoqëruesit të Tom Doshit, ndërkohë që bën një panoramë të veprimeve të fundit të prokurorisë së posaçme që ka ndërmarrë deri më tani ndaj njerëzve të Partisë Social-Demokrate të Tom Doshit. Në Shkodër ka patur kryesisht hetim ndaj Partisë Social-Demokrate. Në kuadër të këtij hetimi, të cilin zoti Doshi e ka kundërshtuar, ka pasur 3 aksione paralele. Aksioni është ndërmarrë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, ku u mor celulari i kryetarit të partisë PSD në Malsinë e Madhe dhe 5 personave të tjerë. Pastaj kandidati për deputet në Tiranë, thot ajo. I treti në radhë, që ndodhi pikërisht 2 ditë më parë, është kreu i bashkisë së Vautodejes, që deri më tani nuk është person në hetim, por i është nënshtruar kontrollit personal dhe të automjetit të tij. Në të njëjtën kohë, sipas saj, në një hotel të njohur në Tiranë, është sekuestruar celulari i një prej shoqëruesve të kreut të Partisë Social-Demokrate Tom Doshi. Për të gjitha këto aksione, gazetarja thotë se ka dyshime të arsyeshme se mund të gjenden prova për shitblerje të votave për 11 majin. Para dhe gjatë këtij procesi,